Speranca TV paraqet. Përshëndetje. Po e nis këtë tregim pa shumë rrotullime. Qëndroni të vëmendshëm, sepse kjo që po tregoj nuk është histori për ta ndëgjuar në biseda në për kafene. Unë jam 51 vjeçe. Nuk e kam menduar kur se do të shkruaja diçka të tillë. Por po e tregoj hapur, sepse më duhet që ta nxjerr nga vetja atë që ndodhi dhe ta kuptoj pse ndodhi. Bashkëshorti im ka ca shok prej vitesh. Ata shkojnë e vinë në shtëpinë tonë. Pinë kafe, bisedojnë për punë e për shaka të vjetra. Njëri prej tyre, që quhej Ilir, ishte gjithmonë ai tipi që thoshte fjalë të matura. Nuk e tepronte asnjëherë, por dinte që ta mbante bisedën gjallë. Nuk ishte dikush që të bënte të ndjeje rrezik. Ishte më shumë i qetë, me sytë që të ndëgjojnë. Në fillim ishte thjesht një fytyrë e njohur në tavolinë. Pastaj u bë një prani që nuk më hiqej nga mendja. Ndryshimi nuk ndodhi papritur. Erdhi ngadalë si diçka që rritet pa u vënë re. Filloi me biseda që zgjateshin, me ndihmat e vogla që ai më ofronte kur burri im mungonte, e pastaj me gjeste të ngrohta që sot i kuptoj si sinjale. Ai vinte për të pirë një kafe dhe rrinte pak më gjatë. Njëherë më ndihmoi të mbaja një raft të rënd. Njëherë tjetër më solli fruta pa ndonjë arsye të veçantë. Nuk ishin dhurata të mëdha, por ishin gjeste kujdesi që për mua në atë moment kishin shumë peshë. Në fillim isha e kujdesshme. E dija rrezikun dhe e dija se çdo afrim mund të sillte edhe probleme. Por jam edhe një njeri me nevoja. Dhe në këtë moshë që kam unë, nevojat nuk janë gjithmonë fizike. Kërkon të ndjehesh e dëgjuar, e vlerësuar, e të ndihesh sërish grua. Iliri dinte të dëgjonte. Kur flisja për lodhjen, për vite që kalojnë, për çlimen që rriten e largohen, ai nuk fliste shumë, por dëgjonte dhe pastaj thoshte fjalë të thjeshta që më ngrohnin, si për shembull më thoshte: "Nuk je vetëm, je më e fortë nga sa mendon." Fjalë që pa e kuptuar zun vend brenda meje. Ai dinte të krijonte situata pa i shtyr gjërat. Nuk ishte ndonjë manipulator i ulërt. Ishte durim dhe zgjuarsi nga ana e tij. Kur pa që po filloja të hapesha, nuk u hodh me njëherë në temë, por i mori gjërat ngadalë. Më bënte komplimente të vogla, jo të tepruara, por më thoshte: "Je e bukur." Më pëlqen mënyra se si flet, sepse ke një qetësi të madhe. Gjëra që mund të duken të zakonshme, por që për mua u bën të rëndësishme. Një moment që nuk e harroj kurrë, ishte një mbrëmje kur burri im ishte larg. Kishte shkuar për punë. Shtëpia ishte e qetë. Ajo qetësi që të shtynte mendosh. Iliri erdhi
për pak minuta dhe ulëm të pinim çaj. Biseduam gjatë dhe ai më dëgjonte me vëmendje dhe më tha diçka që më tronditi. Ai më tha, ti ke shumë gjëra brenda që nuk i thua. Nuk e tha me kritik, por me mirëkuptim. Aty ndjeva se po me shihte vërtet. Ai fliste shpesh për ndjenjat, për mungesën e kuptimit mes njerëzve, për vetmin që mund të ndjesh edhe kur nuk je vetëm. Kur ai më tregonte këto, unë ndihesha me pak fajtore për atë që po ndjeja. Ai nuk më shtynte e as nuk më bënte presion, por me jepte siguri të madhe. Kur më prekte dorën, për disa sekonda, më shumë se zakonisht, ndjeja një ngrohtësi që nuk ishte thjesht fizike. Gjithçka duhet të jetë e qartë, më tha ai. Nëse ndjen diçka, thuaje, sepse unë nuk dua të bëj asgjë që të lëndon. Këto fjalë më qetësuan. Kur dikush të jep këtë siguri, është më e lehtë të lëshosh mbrojtjen që kisha vënë. Fillova ta shihja jo si shokun e burrit tim, por si një burr që më kuptonte. Më pas bisedat u bën më të drejtë për drejta. Një pasdite u ulëm në kuzhinë dhe folëm hapur për atë që po ndodhte mes nesh. Ai më tha se e dinte sa ndërlikuar ishte, se nuk kërkonte të lashe e as drama. Donte vetëm të ishte i sinqert dhe më la kohë që ta mendoja e nuk më nxitoi. Unë mendova shumë për familjen, për pasojat, për atë që do të thoshin njerëzit. Por mendova edhe për veten time, për faktin që ende ndjeja, ende dëshiroja, ende isha e gjallë. Dhe Iliri nuk kërkoi vendim të menjëhershëm, e më dha hapësirë. Kjo më bëri të ndihesha se po zgjidhja vetë. Natën, kur ndodhi gjithçka, isha vetëm në shtëpi. Iliri erdhi vonë dhe ulëm pa shumë fjalë. Biseduam pak e pastaj heshtëm. Në sytë e tij nuk kishte nxitim, kishte pritje. Iliri më tha, nëse do, jam këtu. Mora frymëthellë dhe thash, po. Ishte një po e menduar mirë dhe e qartë. Gjithçka që pasoi ndodhi ngadalë. Fjalët u kthyen në afrim, afrimin në prekje dhe ajo natë mori rrugën e saj. Pasi që i thash po, shkova të bëhesha gati, ndërsa ndjeva hapat e tij që po vinte pas meje. Nuk ke pse të bëhej gati, më tha ai. Je mirë kështu siç je. Dhe mu ofrua pranë. Unë mbylla sytë dhe çdo gjë e lash të shkonte siç donte ai. Nuk i thoja për asgjë jo. Kur më pyeste, a don tani kështu? Po i thoja, si të duash. Njëherë edhe në këmbë. Dhe ishte shumë mirë, e pastaj, nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.